falënderimet qofshin për Allahun, selavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullin e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ndalëm pak në herën e kaluar pikërisht në prezantimin e asaj që i paraprin luftrave dhe betejave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam në fillimin e betejave të tij nuk është se ishte i befasuar. Pra, nga çfarë nisëm dhe them që nuk është se ishte i befasuar. I dërguar i Zotit me instalimin e tij në Medinë pati 3 hapa kryesore, të cilat i ndërmori që ishin. E para ndërtimi i xhamisë, dhe në ndërtimin e xhamisë nuk është vetëm vendi i cili domethënë shërben për faljen ose kryerjen e adhurimeve, por është më shumë se sa kaq. Dhe gjithmonë xhamia ka shërbyer si qendër sociale, sikur se kemi përshkruar edhe më parë, ku aty janë strehuar banorët e Sufës të pastrehet, Allahu shpëlet. Ka shërbyer si një shkollë ku aty njerëzit domethënë gjithmonë kanë mësuar çështjet e fesë tyre dhe më gjërë, ka shërbyer si gjykatë, si spital, i ka patur gjitha funksionet. Të gjitha funksionet një nga një. Pra, gjëja e parë të cilën e bëri profeti alayhi salatu wasalam ishte ndërtimi i xhamisë. Gjëja e dytë, që ishte dhe problematika më e madhe e asaj kohe, ishte vllazërimi midis ensarve, vendasve dhe të ardhurëve ose muhaxhirëve. Gjë që ishte shumë e rëndësishme, sepse në aspektin ekonomik, por dhe kulturor, ishte një diferencë shumë të madhe, dhe në këtë mënyrë, domethënë, stabilizohej gjendja. Dhe e treta, ajo që shërben për të gjithë ata të cilët jetonin, sepse në një komb ose në një ummet ose në një shoqëri duhet të bashkëjetosh. Nuk mund të jetosh i vetëm kundra rrymës. Lipse të jetosh me praktikën të cilën ti e ke, me praktikën të cilën ti e posedon, praktikën fetare, por të bashkëjetosh, jo kundra rrymës. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, pra gjëja e fundit ose më kryesorja të cilën e bëri ishte shkrimi i kushtetutës ose wathiqa. Në këto pika, unë kam përmendur më parë që ai ka rreth 50 pika ose marrëveshje e dërguarit Zotit me gjithë kombët të cilët jetonin aty. Kam përmendur që i ka 50 pika, ndoshta edhe më shumë, diçka edhe më shumë. Mirë, po kishte disa pika kryesore të cilat i paraprinin pikërisht momentit kur i dërguari i Zotit do të përballet ose do të ketë përballje domethënë me luftra. Ndër pikat më kryesore të saj ishte se ai profeti alayhi salatu wasalam është sunduesi i vetëm i Medinës. Pra, në këtë formë, duke rënë dakord për diçka të tillë me të gjithë palët, ai profeti alayhi salatu wasalam ka marrë në dorë pushtetin. Sepse të kesh emrin si pushtetar dhe të mos e kesh potencën, fuqinë e ligjit, janë thjesht disa privilegje të cilat i ke të përkohshme, nuk të hyn punë. Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam në këtë formë, pika e parë, çfarë ka bërë? Ka marrë në dorë të gjitha pushtetet. Dhe pushtetet nuk merren në dorë për të forcuar ti sundimin tënd, por merren në dorë për të ushtruar drejtësinë të cilën e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk mund të kemi ose të lejohet që të kemi domethënë një njeri i cili të posedojë tashmë të gjitha pushtetet, t'i japësh në dorë të gjitha pushtetet dhe mos të ketë një diçka brenda qeverisë së tij, e cila quhet ndryshe, domethënë një opozit brenda kësaj qeverie. Nuk mund të lejohet diçka e tillë. Një pikë e dytë është se profeti alayhi salatu wasalam i kushtozoi banorëve të Medinës të cilët nuk ishin prej muslimanëve, gjë që ishin prej hebrejve ose që ishin prej idhujtarëve, që ata do të jenë një dorë e vetme kundra kujtdo i cili i sulmon ato. Pra çfarë siguroi nëpërmjet kësaj? Siguroi që nëse dikush
Pra nesër pas nesër nuk ka asnjë lloj të drejtë të thojë shikoj se ky është hebres si puna ime dhe unë nuk mund të qëndroj kundër atij. Jemi në Medinë, jemi të gjithë një. Pra futi konceptin tashmë të një kombi, sepse e kam thënë, e kam përsëritur dhe herë të tjera që arabët jetonin në sistem fisesh, sisteme fisnore. Profeti alayhis salam nuk e çaktivizoi një diçka të tillë, por thjesht e kanalizoi ose e institucionalizoi, që i dha kompetencat dhe të gjithë pushtetin kujt? Shtetit tashmë. Pra nuk mund dilte një i parë fisit dhe thonë se ka mund pas vetes kaq e aq njerëz. A ka ndodhur? Ka ndodhur, nuk po them se nuk ka ndodhur. Po them se sa i qartë ishte i dërguar i Zotit në politikën e tij. Pra për të treguar, ka patur prej dietarëve të nderuarit e mi të cilët kanë studiuar jetën e profetit në një aspekt tjetër. Një prej tyre është dhe një nga dietarët e mëdhëvit Maliki, El-Qarafi ka emrin, Zoti mëshiroj, i cili studion profetin alayhis salam, karakterin e tij, për shembull, profeti ose karakteri i profetit si profet, karakteri i profetit si mësues, karakteri i profetit si gjykues, karakteri i profetit si komandant lufte, si sundues e kështu me radhë. Pra, në të njëjtën kohë, i dërguar i Zotit ka karaktere të ndryshme. Përse? Për të qenë shembull. Sepse lipset që ai të jetë shembull. Ndaj dhe politikat të cilin ai e ndoqi në ndërtimin e shtetit, përtej asaj që ne besojmë domethënë se ishte sukses prej Allahut i padiskutueshëm, ishte domethënë inspirim prej Allahut, edhe me këtë jemi dakord, por çka është më kryesorja, çfarë mësojmë ne? Ne që nuk kemi wahi, nuk kemi shpallje prej Zotit, ne çfarë mësojmë prej saj? Ne mësojmë se si duhet të organizojmë jetën. Pra jeta duhet të organizohet në këtë formë. Pra njeriu duhet të ketë sidomos lider karaktere të ndryshme. Karaktere të ndryshme. Një pikë tretë dhe shumë e rëndësishme që tregon që profeti alayhis salam i paraprin kësaj dite, që do të jetë përballje e madhe me idhujtarët, është se ai kushtozoi dhe tha, nuk i lejohet askujt që t'ja besë për pasuri e për jetën e ndonjë kurejshiti. Cilësoi këtë. Pra ishte koha kur jepnin besë, dhe ne kemi përmendur dhe më parë që edhe në Mekë domethënë ka ndodhur që është në besë time. Dhe kur u thonte që është në besë time, kishte mbaruar çështja se kishte për të përballë njeriu me të. Ai i cili e thonte këtë fjalë ishte dikush, kishte një familje pas vetes. Ndërsa profeti alayhis salam i parapriu kësaj gjëje, që në të ardhmen mos vijë dikush dhe të justifikohet duke thënë fjala bjen. Ebu Xehli do të vizitojë në Medinë dhe më thonë që unë jam në besë të filanit. I kishte prej këtë lidhje profeti alayhis salam. Mbaroi çështën, dhe më thonë nuk ka besë. Pra i besë për tjerët sa dush. Për shembull ka ndodhur që Muhani ose motra e Aliut radhiyallahu anhu që ka ndodhur në çlirimin e Mekës, ankohet tek profeti alayhis salam dhe i thotë i dërguari i Allahut, vllai im pra Aliu radhiyallahu anhu nuk pranon besën që i kam dhënë filanit. Pra don ta vras, ishte një ndër ato persona që e kishte listuar i profeti alayhis salam tek lista e zezë. Thot profeti alayhis salam, laqad ajarna man ajarti ya Hani. E kemi pranuar besën tënde dhe ne japim besën për ato që ti ke dhënë. Pra ishte një diçka shumë e njohur. Ndaj dhe profeti alayhis salam i parapriu kësaj gjëje duke thënë, nuk ka besë për pasurinë, shikoni, për pasurinë dhe për kurejshitët deri dhe për jetën e tyre. Pra nuk ka besë për to. Përse nuk ka besë për to? Për pasurinë, sepse e cilëson. Se aty nga Medinja kalon të tregtia e tyre. Tregtia kurejshitët do të kalon të aty. Është duke dhënë mesazhet profeti alayhis salam të qarta që ne do të përgatitemi domethënë për një përballje. Pra nuk kemi nga jamajm që do të kemi përballjen të ardhme. Dhe një pikë e fundit është që i kurszon hebrejve që në ditën kur ne përballemi, do të kemi përballje ose luftra të ndryshme dhe ju nuk merrni pjesë në këtë luftë fizikisht, nuk merrni pjesë në këtë luftë fizikisht, jeni të detyruar të shpenzoni dhe të investoni
për muslimanët derisa ta kalojnë atë problematik ose atë përballje të cilën e kanë. Nëpërmjet kësaj i dërguari i Zotit kopsit dhe ndërton domethënë një projekt për ushtrinë e tij të ardhme. Pra të gjitha këto çfarë ishin hapa ku i dërguari i Zotit alayhis salam po bën me dije ose dashje pa dashje po i tregon botës që ne tani e tutje domethënë po përgatitemi. E kupton kush e kupton? Domethënë kush e lexon situatën e kuptoi. Kush nuk e lexoi situatën nuk ishte shumë e rëndësishme për profetin alayhis salam nëse i kuptojnë mesazhet e tij apo jo. E rëndësishme është që ai realizonte atë politikën të cilën e kishte marrë mbi supë. E dyta, të nderuarit e mi, pra para se më fut tek betejat e profetit alayhis salam, do të kemi një diferencë, pra ne themi për shembull luftë ose betejë, çfarë rëndësi ka kjo? Lufta në përgjithësi, sepse një luftë mund të ketë shumë beteja. Ndërsa në jetën e profetit alayhis salam do t'i ndajmë tashmë, do japim emërtime ashtu siç e japin domethënë dietarët e fesë në gazwa dhe saraja ose ba'th. Gazwa janë luftrat në të cilat merr pjesë profeti alayhis salam, merr pjesë i dërguari i Zotit edhe nëse nuk ndodh përleshje. Pra kanë shku në X vend, mund të jetë patrull kjo, shpesh herë mund të jenë patrulla. Ka shku, domethënë ka patrulluar në X vend, këto të gjitha mund të ndodhet edhe luftë. Pra këto patrulla mund të kishin dhe luftë për shembull. Dhe këto në të cilat ka marrë pjesë i dërguari i Zotit quhen ghazwa. Dhe gjatë jetës së tij i dërguari i Zotit ka marrë pjesë në 27 të tilla. Ndërsa ato në të cilat nuk merr pjesë i dërguari i Zotit, po i ka dërguar ai, pra qofshin këto patrulla, apo qofshin çeta të ndryshme, apo qofshin dhe ushtri, si rasti i Tebukut, këto quhen seraja ose ba'th. Pra çfarë efekti kanë këto? Efektin kanë vetëm në prezantimin, pra njohjen historike se në sa ka prezantuar profeti alayhis salam. Dhe totali i këtyre në jetën e dërguarit të Zotit ka qenë 38. Që një total i përgjithshëm, domethënë i gjithë këtyre në jetën e dërguarit të Zotit është 65. Pra gjatë jetës së tij profeti alayhis salam ka marrë pjesë apo ka organizuar 65 luftra apo patrullime, të gjitha këto domethënë kanë të njëjtin emërtim, që ka një mesatare 6.5 në 7 të tilla në vit. Për çfarë po e përmend këtë? Këtë po e përmend që të kuptoni domethënë vlerën e këtyre sahabëve. Domethënë me qenë sahabi profetit alayhis salam nuk është kaq i lehtë. Pra imagjinoni që kanë qenë vazhdimisht të rrezikuar. Sepse i duhet të përgjigjen ato të dërguarit të Zotit. Nuk kishte shumë raste ku nuk ishte me dëshirë. I duhesh përgjigjur, pra je i rrezikuar. Ti, familja jote, pasuria të cilën e posedon. Ndaj ato sakrifikuan gjithçka për fenë e Allahut subhanahu wa taala, ndaj dhe morën shpërblimin më të madh të mundshëm. Pra profeti alayhis salam gjatë gjithë jetës së tij, dhe kjo kanë domethënë as 10 vite nuk janë, as 10 vite të tilla nuk janë. Përmendëm që profeti alayhis salam pra bëri 3 lëvizje të para, që ishte ndërtimi i xhamisë, vllazërimi midis muhaxhirëve dhe ensarëve, të ardhurve, dhe e fundit ishte domethënë dhe shkrimi i kushtetutës. Dhe i këtu jemi në rregull. Çfarë bëri tjetër i dërguari i Zotit, cili do të ishte një hap shumë i rëndësishëm. Pra nëse studiojmë të nderuarit e mi jetën e dërguarit të Zotit në aspektin e një ushtaraku, do të vrejmë se ai profeti alayhis salam nuk ishte i tillë, domethënë që hajtë se po e bëjmë dhe këtë, dali ku dali. Në mënyrë kategorike, ishin hapa të studiuara. Urdhëroi për numërimin e popullsisë muslimane. Urdhëroi për census, domethënë. Por urdhëroi për numërimin e popullsisë muslimane që ishin në Medinë. Dhe burimet thonë se aso kohë, domethënë jemi duke folur ne për vitin e parë, për në vitin e parë të Hijretit ose në 6 mujorin e parë, më mirë themi,
Medinja numëronte rreth 1500 musliman, pra burra, gra, fëmijë e pleq, të gjithë. 1500 të tillë. Çfarë i shërbente të dërguarit Zotit kjo? Fillimisht muslimanët, domethënë, kur shihnin këtë numër, se ishte një numër i konsiderueshëm, nuk është se nuk ishte i konsiderueshëm. Kur shihnin këtë numër, kishte një kontrast. Që të thotë, kishin frikë në jetesën e tyre, nuk ishin të qetë, dhe habitenin dhe thonë, ore, përse duhet kesh frikë ndërkohë që numri jonë është i tillë, është 1500 vetë. Ka raste në jetën e profetit alayhis salam ku i dërguari i Zotit thotë, as sikur ta kisha ndonjërin i cili domethënë do mruante sonde, të flija i qetë derisa Allahu subhanahu wa taala domethënë garantoi, ose si është garantuar, por domethënë mori përsipër ruajtjen e tij, duke i thënë sahabëve që tani e tutje domethënë mos u lodhni se mruan Allahu subhanahu wa taala. Nëpërmjet këtij veprimi, çfarë kërkonte të tregonte? Kërkonte të tregonte se fitilet kur e ishite ishin prezent në Medinë. Ishin prezent në Medinë dhe donte që muslimanët vazhdimisht të ishin domethënë në një gjendje të lartë të vigjilencës. Pra të mos flinin gjumë. Hase s'ka gjë, domethënë tani u vendosën në Medinë, shpëtuam ne tani. Jo shpëtuam, sapo filloi misioni. Domethënë tani sapo ka filluar, sepse në Mekë e kishin të ndaluar domethënë të luftonin, e kishin ndaluar të reagonin. Mirë, po në të njëjtën kohë çfarë kuptojmë domethënë, pra që po e përmendim këtë numër betejave apo luftrave apo çetave apo patrullimeve të cilat ka marrë pjesë i dërguari i Zotit, e përmendim për treguar se të gjithë profetët e Zotit domethënë kanë luftuar, pra e mira dhe e keqja kanë qenë gjithmonë në luftë të nderumit e mi. Dhe të jetë në luftë e mira me të keqen do thotë që do të përpiqesh për të, nuk hik e keqja vetë. Zoti xhelal xhelali thotë në Kur'anin e famlar, kul jaa al haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa. Thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduke kota, më të vërtetë që e kota ka qenë e zhdukur. Pra ka qenë e zhdukur për nga realiteti i saj si e kod, por nuk zhduket vetë ajo. Nëse nuk do të kishte përpjekje njerëzore, nuk do të kishte sakrifica të shumta nga profeti i Zotit dhe nga shokët e tij. 360 ditë që ishin në Qabe, aty do të rrinin prapë. Por ishte pikrisht kjo përplasja, pra e mira me të keqen, ajo e cila bëri ndryshimin. Zoti subhanahu wa taala kur na flet pikrisht për përplasjen ose për luftën, na tregon dhe thotë Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju është bërë obligim juve lufta. Pra ju është bërë obligim. Edhe pse ajo është e urryer për ju në vete, dhe nuk është se njeriu do të luftojë. Pra tu qenë se të nejtë të rahat, duhet lufta të një me nejtë më përplas. Kjo është realiteti njeriut. Asa në të krahu shejen, por ju, thotë Zoti xhelal xhelali, mund të urrejni diçka, e cila, domethënë, në pamjet parë t'jep që çfarë po ndodh. Por ajo t'jetë në të mirën tuaj, në atë që prodhon. Ju mund ta doni diçka, por t'jetë në keqen tuaj. Zoti e din dhe ju nuk e dini. Pra Zoti me madhnit vetë, i cili ka urdhëruar që të luftohet e keqja, por të luftohet e keqja me fe, pa e tepruar, të luftohet e keqja me drejtësi që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, jo me hakmarrje. Jo nëpërmjet hakmarrjes, Zoti që e ka urdhëruar, domethënë në këtë formë ka urdhëruar për të mirën e njeriu, për të mirën që ajo prodhon. Pra këtu profeti alayhis salam urdhëroi censusin e muslimanëve, urdhëroi domethënë që të numërohen muslimanët, për të parë se ku është në krahasim me popullsinë vendase dhe për të parë se si duhet të jenë hapat e radhës. Dhe i dërguari i Zotit ka parasysh se çfarë përmban Mekka dhe din shumë mirë tashmë se çfarë ka në Medinë jo musliman. Pra nëpërmjet këtij censusi jo musliman, çfarë ka jo musliman. Pra edhe pse ka bërë marrëveshje me jehudët e Medinës, me çifutët hebrejt,
dhe i dhujtarët menon rival, domethënë se i beson kësaj marrëveshje, për profeti alayhis salam është duke na tregu ose duke na e vërtetuar me veprën e tij fjalën e Allahu xhelle xhelalu ku thotë walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Dijeni sa as hebrejt as krishterët nuk do të pajtohen me ju derisa ju të pasoni atë që ata pretendojnë, atë që ata besojnë. Dhe profeti alayhis salam, edhe pse ka aleancë, edhe pse ka marrëveshje, i beson asaj që marrëveshjet mund të shkelen. Vetë i dërguar i Zotit kur nuk i ka shkelur marrëveshjet. Dhe na ka mësuar se i besimtari nuk e shkel fjalën e dhënë, është njeri i amanetit, duhet i përmbahet asaj. Me çfarë do lloj kostoje dhe çmimi. Mirë, po jo me patjetër mendosh domethënë ti je aq i sigurt sa tu shikos se edhe këta të tjerë do t'i përmbahen. Ndaj profeti alayhis salam kur bën një census të tillë, don që muslimanët t'i mbajnë vazhdimisht të karikuar, të vetëdijsuar dhe vigjilent, duke u thënë që shiko, mos shifni numrat, mos shifni shifrat, mos shifni ase ram dakord, ose nënshkruam paqe, ose po marrëm pushime, ku të diun gjërat kësaj natyre. Se ai i cili nuk ka fe, ai i cili nuk ka besë, ai i cili nuk ka norma, ai ndoshta mund të jetë i detyruar ta nënshkruajë një akt marrëveshje të tillë me ty, po jo se me patjetër, domethënë, i përmbahet asaj. Këtë na mëson profeti alayhis salam, domethënë, nëpërmjet këtij hapi të cilin ai e hedh në jetë. Këtu kemi diçka, domethënë, me këto veprime të cilat i ndërmer i dërguar i Zotit alayhis salam. E para, jep një mesazh për t'i treguar botës së mbar, botës së asaj kohe, se profeti dhe udhëtarët e tij tashmë nuk janë ata të cilët ishin në Mekë, ishin të shtypur, ishin të dobët, nuk e kishin të drejtën të negocionin, jo më të ulenin në tavolinë dhe të nënshkruanin ose të binin dakord, nuk e kishin fare drejtën as negocionin, jo. Ishin shtypur vazhdimisht. Ndërsa tani e tutje profeti alayhis salam thotë një periudhë e re, jemi futur në një periudhë të re në ecurinë e jetës së muslimanit. E dyta, po i jep një mesazh vetë kurejshitëve nëpërmjet këtij organizimi, dhe normalisht mos mendoni domethënë se kurejshitët nuk ishin të aftë të lexonin situatën të cilën e lexonte shumë natyrshëm një person i cili ishte i rrafur me jetën, ishte i rrafur me politikën. Po i jepte mesazhin e qartë që tani e tutje jemi si të barabartë ose jemi të barabartë dhe nuk është më Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tilli që kalonte tek muslimanët e shtypur dhe thonte sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, bëni durim o ju familja e Yasirit se vend takimi ynë do të jetë xheneti. Tani e tutje jo. Tani e tutje thotë që do të flasim me të njëjtën gjuhë. Musulmove do të sulmoj. Mbërë pa drejtësi do të kërkoj të drejtën time. Nuk do të jemi tillë që të them domethënë ose siç pretendohet se kjo nuk është thënë nga profeti, dhe profeti alayhis salam kur nuk ka qenë njeriu i dobët. S'mendoni, domethënë ka prej tyre të cilët thonë që shikoj se profeti alayhis salam në Mekë ishte i dobët. Absolutisht nuk është se ishte i dobët. Por profeti alayhis salam nuk rrezikonte kapacitetet të cilat i kishte rreth e qark vetes. Nuk i rrezikonte dhe nuk donte as se si ti rrezikonte. Pra duronte, bënte durim, kishte shtypjen, por as se si i dobët jo. Profeti alayhis salam kur nuk ka qenë i dobët. Dhe i tillë duhet jetë besimtari. Ndaj dhe ka thënë domethënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu që e vërteta është ajo që don Allahu xhallal xhelal dhe në qofsh një vetëm ti. Pra do të ketë profetë të cilët do të qëndrojnë para Zotit, do dalin para Allahut në ditën e Kiametit të vetëm përballë kombit tyre patjetër. Na e ka përshkruar këtë profeti alayhis salam. Por vallë mendonin se kanë qenë dobët, as pak nuk kanë qenë dobët. Nuk mund të jetë i dobët ai i cili ka hakun në veten e vet. Ai i cili ka drejtën e Zotit nuk mund të jetë i dobët. Kurse si. Por
ashtu ishte politika. Tani e tutje profeti alayhis salam po thotë, shikoni, tani e tutje ndryshojnë gjërat. Një pikë shumë e rëndësishme nëpërmjet këtyre hapave ishte dhe fakti që thash që e gjithë tregtia Kurajshi dhe ku kalonte në Medinë. Dhe nëpërmjet këtyre patrullimeve apo nëpërmjet këtyre vëzhgimeve të ndryshme, këtyre çetave që dilnin për të kërkuar këto karvane tregtare, profeti alayhis salam paralizonte ekonominë kurajshite. Pra Mekasit nuk kishin asnjë burim tjetër të ardhurave veç tregtisë. Sepse nuk ishte ndryshe, nuk është se ishte si në Medinë që kishte prodhime, Meka s'prodhonte asgjë. Meka prodhonte domethënë vetëm të ardhurit të cilët vinin kalonin aty, po nëpërmjet tregtisë, e gjitha kjo vetëm me tregti, ndaj dhe merrenin gjithë me tregti. Nuk kishte bujqësi në Mekë. Ndryshe nga Medina, në Medinë kishte. Tani nëpërmjet këtij veprimi i dërguar i Zotit paralizon çfarë aspektin ekonomik. Dhe duke paralizuar aspektin ekonomik të një populli ose të një krahine, të një zone, ti e ke fituar luftën. Ndaj dhe kanë thonë që varësia ekonomike detyrimisht është varësi politike. Se ti nuk ke kapacitetet përballesh me tjetrin. Ai në çdo çast ka në dorë. Ti ngordh për bukur, thonë. Çëndsi ka se ti je 10 milion njerëz dhe pala përballë teje është 1 milion. Kur ata kanë ekonomi dhe ti s'ke ekonomi. Suksesi vjen prej Allahut me patjetër. Dhe një pikë e fundit të nderuarit e mi me këto lëvizje që bënte i dërguari i Zotit alayhis salam nëpërmjet patrullimeve të ndryshme, ishte se ai i dërguari i Zotit alayhis salam stërviste sahabët e tij, tashmë i stërviste ose i paraprinte apo i përgatiste për përballjet e mëdha, për luftra. E dinte që luftrat ishin të pashmangshme. Këta njerëz domethënë nuk është se ishin përballur me luftra. Aq më tepër që një pjesë e mirë e tyre, veçanërisht domethënë ata të cilët ishin muhaxhir, çfarë ndodhte me ta? Vinin nga një shoqëri domethënë që më tepër ose kishin qenë shërptor, ose kishin qenë sklev, ose kishin qenë njerëz të thjeshtë, ndoshta herë të shtypur. Por nuk mjaftonte vetëm fakti që ti të rish majt kalit, ose dish me majt një shpat në dorë. Nuk kishin eksperiencë në përballjet e tyre. I dërguar i Zotit po i stërvit. Këto po dalin në patrullim, fillimisht një herë po njohin zonën, sepse është dhe zonë e panjohur, ose është zonë e pa eksploruar në formën se si duhet të eksplorohet. Pra keni parasysh nderuarit e mi që gjithse i cili shef me syun e vet. Çfarë do thotë shef me syun e vet? Për ta ilustruar domethënë me një shembull. Dikur baba thotë i kishte 3 fëmijë dhe i çon që të 3 në Egjipt. Egjipti ka qenë gjithmonë djep i qytetërimit, djep i diturisë. Dhe i çon domethënë dëshira e prindit është gjithmonë që fëmijët avancojnë, mësojnë e kështu me radhë. Dhe i çon në Egjipt dhe kur u kthyen pas disa viteve e pyet gjithse i cilin që si e vlerëson Egjiptin, si do duk Egjipti. Thotë i pari, thotë pap, thotë nuk kam pa vend në hoxhallar si Kairo. Atje mësime pafund. Hoxhallar në të gjitha fushat, ku don ti. Domethënë kisha alternativa me zgjedh sa dush ti. Mashallah, vallahi të s'kam pa si vend. Thotë i dyti, thotë bab, thotë nuk kam pa vend si Kairo për mjekësi. Atje specialistë ndryshëm mjek nga i do ti. Thot i treti, thot bab, thot s'kom pa vend si Kairo. Kabaret që kishte Kairo, klubet e notës që kishte Kairo, s'kom pa si vend të tillë. Çfarë du të them me këtë? Gjithse i cili ka pozicionin se çfarë don me pa. Kështu që ky që don me pa këtë, ndërsa profeti alayhis salam kur po i nxjerr këto në terren kërkon që këta të shohin diçka ndryshe tashmë. Jo si dikur se kanë kaluar domethënë në Medinë si kalimtarë ose si tregtarë, si udhëtarë ose si vizitorë, domethënë thjesht kanë kaluar. E ke parasysh domethënë na ndodh në një herë nëse del turizëm dhe ke një autobus me turista. Dhe do të vinë në Tiranë
ose në Tiranë, do të vinë me pa. Këto 50 nderumit e mi, atë gjithë një lloj duan me pa? S'duan shohin gjithë një lloj këto. Ata janë detyruar të përmbahen guidës, dakord? Po një domethënë do me pa arkitekturën së mënyrës si ndërtohet ky qytet. Një do të njihet me historinë. Një tjetër do të njihet me këto klubet për të cilat ne folëm. Një tjetër do të njihet me aspektin fetar të këtij qyteti. Një tjetër domethënë do me pa domethënë natyrën, se sa natyrë të bukur ka, kështu me radhë. Këto janë gjithë në të njëjtin autobus, dhe domethënë kanë dalë gjithë për të njëjtin qëllim, për turizëm, ama asnjë domethënë shumica ose janë të ndryshëm në formën se çfarë kërkojnë nga kjo shëtitje. Kështu janë njerëzit në dynja. Dhe profeti alayhis salam po i drejtohet këtyre shokëve të vet duke u thënë që ju tani e tutje nuk do të dilni thjesht për të parë rrugët, për të parë terrenin, por do të njihni terrenin gjeografik, sepse na duhet ta njihni dhe duhet të stërviteni për të qenë të gatshëm për një përballje të radhës. Nuk është kusht, pra, dhe kjo është ajo që duhet të mësoj, që lideri të tregoj gjithçka që bëhet fjalë për të ardhmen. Për shembull, po jap një shembull i cili s'ka lidhje me këtë, por i ngjason për mënyrën e qëllimit. Një mësues merr tani një grup nxënësish për t'i mësuar. Në çastin kur ky mësuesi merr përsipër t'i mësojë, çfarë ka bë? Një detyrë. Pra të mësosh ose të lexosh për shembull. Gjan shpesh njerëz që thonë cili është pasioni jot? Pasioni im do të është libri ose të lexoj. Të lexosh nuk është pasion i nderumi im, është detyrë. Është mision, jo pasion. Pasion mund të kesh kalorimin, pasion mund të kesh vozitjen e makinës, mund të kesh shumë gjëra të tjera, po jo këtë. Këtë e ke domosdoshmëri, se Zoti në Kur'anin e tij famlar në shpalljen e parë ose ajeti i parë ishte Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi. Dhe jo pa qëllim, sepse ka një ndërlidhje midis fillimit të zbritjes dhe përfundimit, jo rastësisht ajeti i fundit në Kur'anin famlar, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dhe kini frikë ditën kur do të dilni, do të qëndroni përpara Allahut. Pra Zoti po na thotë që mësoni, studioni, zhvillohuni dhe këtë bëheni në emër të Zotit për ditën kur do të qëndroni para Allahut. Dakor. Ky mësuesi i cili i mëson, nëse u thotë me këtë do të bëhesh kështu, do të bëhesh, nuk ka çfarë të bëhet ky. Ky fillimisht herë do të mësoj për të larguar ignorancën nga vetja. Ti i thu shiko se ne nuk është kusht të japësh qëllime shumë të largëta. Se nga i herë ato qëllimet e largëta, nëse i bën objektiva këto qëllimet e largëta, do largosh shumë nga masat të cilat ndjekin. Duhet ta lesh objektivin shumë të ngushtë, pa i mshuar një fakti, pa i mshuar fort. Pra thjesht që duhet ta bësh këtë në emër të Zotit. Nuk e dim na e realizojmë apo jo. Ama e rëndësishme është që gjatë kësaj kohe çfarë do veprojmë. Kështu është dynjaja të nderuarit e mi e gjitha. E gjithë dynjaja duhet të jetë domethënë si ajo ara ku gjithë secili din se çfarë do të mbjell ose çfarë duhet të mbjell. Dhe profeti alayhis salam e kishte të qartë se çfarë duhet të mbjellte, çfarë duhet vepronte, çfarë duhet bënte. Kishte plotësisht të qartë këtë gjë. Dhe këtë u përktheu shokëve të tij nëpërmjet veprës. Dhe kjo do të ishte nisja ose i bëri prit asaj që do të vinte më vonë, që do të njihet ndryshe si betejë e Bedrit ose lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit nuk është lufta e parë që është e vërteta në cilën ka marrë pjesë profeti alayhis salam, në cilën e ka zhvilluar. Sa i kanë paraprirë 8 të tilla. Dhe këto ne do t'i përmendim, por u ndalëm sonte për treguar se si profeti alayhis salam
i bëri prit këtyre përplasjeve të mëdhaja. Në jetë duhet t'jesh vizionar, duhet t'jesh i sinqert, duhet t'jesh i çiltër, duhet t'jesh i ndershëm dhe mbi të gjitha duhet t'jesh shumë i devotshëm me Allahun subhanahu wa taala. Lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na pajisë me moralet e larta të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë dhe na mëso Zot apo më të shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mëso Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.